Selam aleikum hoxh. Një afërm ka shkuar tek një hoxh për derman. I ka dhënë një shishe ujë me letër brenda, që ta pi në mëngjes. Shishja kishte edhe pak ujë, por sot është gjetur bosh dhe pa letër brenda. Çfarë do të thotë kjo? Aleikum selam wa rahmetullah. Do të thotë që dikush e ka derdhë ujin dhe atë letrën e ka nxjerrë. Larg dallavergjive, larg mashtrusave, larg atyre që mundohen të përfitojnë prej teje, larg tyre. Ai që shëron, ai që bën dermon është vetëm Zoti i gjithësisë. Hoxha është një mësues. Nuk bën dermon hoxha, nuk të shëron hoxha. Hoxha të orienton, thot, lexo Kur'an, fal namaz, adhuro Zotin, lutju Zotit. Hoxha është mësues, nuk është ai që bën dermon. Wa idha maridtu fa huwa yashfin, dhe kur unë sëmurem, ai më shëron, Allahu. Pra nuk thot më shëron hoxha, por Allahu. Ud'uni astajib lakum, lutmuni mua, thot Zoti i gjithësisë, të përgjigjem ju. Larg tyre. Je sëmur, mjekohu, shko vizitohu, krahas kësaj lexoj vetes Kur'an. Lexoj vetes Kur'an dhe lutju Zotit gjithësisë. Feja e Zotit është e lehtë, ka nevojë me bë ekuacione, me bë sikur vetëm dikush e ka në dorë, jo. Zotit lutju. Allahu ju rujt.